Të nderuar, xhamat të nderuar pranishëm, takimi i radhës është ka të bëjë me një temë që është shumë një rrezik i madh. Flas për një haram, për një gjuna të rrezikshëm, krim fatal që e ka kaplu çdo shoqëri, madje mundesh me thonë pothuajse nuk ka familje dhe shtëpi të cilat nuk e konsumon. Ajo është kamata. Kredia, kamata, një rrezik fatal, katastrofal për besimtarin. Filloj për kreditin apo kamatën, që është rrezik katastrofal për individin edhe në shoqëri. E filloj me fjalën e Allahut në Kur'an që na ka tërheqë vërejtjen, na ka përshkruajtur se grënia e kamatës është të rrezikshëm, thot Allahu në Kur'an: "Alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas." Ata të cilët e konsumojnë kamatën, ata shka hajnë kreditin dhe kamatën. Ata nuk ngrihen ndryshe vetëm sikurse që ngritet i çmenduri nga prekja e gjinëve. E ka përshkruajtur Allah këta. Disa thonë se kjo ajet ka bëj për ditën e Kiametit, disa thonë jo edhe për këtë dunjë. Edhe shumica që kanë marrë kamatën kanë zonë më çmend kohën e fundit. Kjo është dëshkim dhe dënim nga ana e Allahut të madhëruar. Përveç mëkateve të shumta që sot janë për hapur në tokë, nuk ka mëkat që maq shpejtësi dhe tempo shkatron individin, shkatron familjen, tërë shoqërinë, siç është kamata, në cilën do të qoftë formë që manifestohet kamata. Ajeti i Kuranit që u përmend për besimtarët është udhërrëfys i qartë dhe njëherët është tërheqës vërejtjes, që nga kamata me hik sa më larg. Sepse në të kundërtët hyet në luftë të ashpër me Allahun dhe të dërguarin e tij. Dëgjoni ju, pa zhurmë. Thot Allah në Kur'an e ka përmend çere kamatën. Dëgjoni, ka thënë Allah në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'dhanu bi harbi min Allahi wa rasulih." O ju që keni besuar Allahun, keni frikë Allahun e madhëruar dhe hekni dorë nga kamata që ju ka marrë. Fa in lam taf'alu, e nëse nuk e bani këta, nuk hekni dorë nga kamata dhe krediti, fa'dhanu bi harbi min Allahi wa rasulih, dijeni se keni hap shpallë luftë Allahit dhe pejgamberit. Kush i ka shpallë Allahit dhe pejgamberit kurrën e kurrës ka fitu, ka humbaj, s'u ka çu krije kur një. E Allahu në fen ton vetëm dy raste ka përmend i shpall luftë Allahut disa njerëzve, vetëm dy kategori njerëzve. Kush janë ata? Ata që marrin kamatën, luftojnë me Allahun. Ka në disa transmetime ditën e Kiametit, ai që ka punuar me kamat edhe ka ëmbër kamat, e ka konsumuar, ka më dal, Allah ka më dhënë shpatën, hajde luftojmë. Ka më thon, o Zot, ç'është më luftu ty? Po në dynjëm ke luftu, se punosh me kamat, kamata sikur të më shpall luftë mua. Edhe dyta që Allah ka përmend i shpall luftë është kush? Ai i cili e prek dhe dëmton dhe lëndon kanë mikun e Allahut, evlijaun e Allahut. Njëri që është i mirë i Allahut xhaleshanu. Evlija është ai i cili ka frikë Allahut xhaleshanu, që është hakikat musliman. Ai i cili dëmton dhe i ban zullum dhe padrejti, ka në hadith kutsi i ki shpall luftë Allahut xhaleshanu. Hadithet që ka flasin për ndalimin e kamatës dhe madhështinë e mëkatit që bart në vete janë edhe më të qarta, edhe më të ashpar në kërcënim se ajetet. Në hadithin që e shënon Imam Muslimi në Sahihun e tij, ndërsa Imam Ebu Hurajra, shoku i Resulullahit, Allahu qoftë i kënaqur me ta, thotë se pejgamberi Allahut e ka mallkuar ata që e merr kamatën. Edhe ai që jep, edhe ai që dëshmon rrih në atë marrëveshje i spat, edhe ai që e shënon. Katër format apo katër personat i ka mallkuar. Mallkimi i Allahut është rrezikshëm. Çfarë thon mallkimi? Ki dol për rahmetit të Allahut. Kur të mallkon Allahu, domethënë ti je larg rahmetit, larg xhenetit. Kush? Ai që merr kamatën, ai që jep, ai që bani spatat, unë dëshmon këtë marrëveshje me kamatën, unë kam dëshmuar se ti nëse nuk jep do të më ashtu ka 5% çdo muaj. Edhe ai që shkon të marrëveshjen. Ka me fjalë si kalon rrugë krejt janë të mallkuar me gjuhën e Resulullahit. Allah i ka mallkuar këto njerëzit, mënen me mallkimi kur vjen është gjuna e madh. Zjarmi, mallkimi. Allah nuk e shikon, Allah nuk e pastron, nuk e nin erën e xhenetit, ka ndër hadithe, ai që ban këtë punë, nuk e nin erën e xhenetit, edhe pse era e xhenetit njët 500 vjet larg. Ta ban me disu gjuna e madh, krim i madh. Pasha më thot, nuk ka besuar askush për juve. Kur thot se s'ka besuar s'ka iman, ai që ban këtë krim, o gjuna e madh.
Kur thot për shembull thot, zjami xhenemin ka me kapluar I cili han mallin e Jetimit, e merr vesh sot gjuna I madh. Nuk e lindin e xhenetit. Allah nuk e shikon ditë kiametit, nuk e pastron. Këtë janë këto gjunat mëdha. Në hadith tjetër ka thënë pejgamberi Allahu, një dirhem argjend nga kamata që njeriu shërbehet duke qenë I vetëdijshëm është nga kamata te Allah është më I keq se me baz zina 36 herë. Pa. A dhe sa rrezik shumë që kjo? Ti dirhem. Më e rëndë, më I vështirë, krimi më I keq se 36 herë me baz zina. Që kjo zina është shumë është e kapshme është. Zina dihet, mja prek nderin që tërkuna, fazën e që tërkuna, nanën e që tërkuna, halën e që tërkuna. Qatë kamata? Këtu dënë shesh. Me një hadith është ala më I rrezikshëm. Është ala më I shëmtume. Ka hadith një dirhem kamat me punu, është sikur se me baz zina me nanën. Kjo ala më rrezikshëm është. Sa e fllëqt është. Sa e pisaft është kjo vepër dhe kjo punë. Kamat është. E menojt është. Nëse do me marë. Përse ky mëkat ka që I madh? Pasi që dëgjojmë këto tekste nga shariati, që flasin për ashpërsinë e dënimit të atyre që merren me kamat. Shumë besimtar të udhëzuar që janë të dobët në rregullat fetare me dyshim, mirë revizin kokën. Çka bëj? Kamata, si 36 herë zina. Kamata, sikur me baz zina me nanën, me fletë, me nishtrat, edhe lëvizën me një kokën. Sepse ju duket kjo është diçka e tepruar. E sidomos në kohën kur jetojmë, në të cilën kamata është bërë pjesë përbërëse e jetës moderne, edhe biznisit bashkohor. Mirë po, të gjitha ata që kanë pasur përvojë me kamat, pasi që kanë anashkaluar ndalesën dhe vërejtjen të cilën u ka ardhur nga Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, në të shumtën e rasteve kanë kaluar nëpërmjet vujtjeve të mëdha, turprim, nënçmim, përçmim, kanë përjetuar dhimbje psikike dhe fizike, deri te vetvrasjet e regjistruara kohëve të fundit. Të gjithë njerëzit anojnë ka jeta e bukur dhe jeta e qetë. Këtë kanë që me pas lukse dhe moderne të mira. Ndërsa nevojët e jetës me tendencë të një komoditeti, si që janë banesat komforte, makinat e bukura, mobilet kualitative, shkuarën në përpushime luksoze dhe të ngjashme, nuk realizohen lehtë. Për me pas një makinë, me pas një shtëpi luks, me pas makinët çdo 5 vjet me ndruti kauçat, regallat, kuzhinat, apo e me shku çdo vjet mos mja huq pushim veror, pushim deror, kjo nuk arrit lehtë. Sepse për me mbledh të gjithë këto pare të nevojshme në kesh nuk është e lehtë. Por për paraqitet zgjidhja me disa oferte që joshëse. Çfarë janë ato ofertat? Po, të bankave që me mirësi dhe të bukur shfrytëzojnë, thot, kredi është kjo. E lavërdishme për të realizuar të gjithë dëshirat jetësore. Bile I dërguar Allah ka thonë, 4 gjëra janë të ndaluara në Islam, nuk ka më bë kiameti përdesa disa njerëz kanë mi shëndru halal, kanë mi liju. Një ndër to kamatën. Kamata është ndalume. Çka thonë sot? Kredit bash, fajde. Marrësh kredit haram ose jo? Ti jep janë mush minimu ho, jo ti më akuzu, jep 100 dinar, çdo muj ka 10 dinar. Mjashtu, ti e ngushtu atina, ti e vështërsu atina. Një ka përmen kamatën, që është haram, ka mu bë halal. 2, zinaja ka mu bë halal, a zina është haram. Qysh? Sa quna dalin me vajza tuj, pa lene babës asaj vajzës, as lene nanës. Edhe s'ky, që thot, që e du bëti? A gjo, dashnore kam. Jo se ki dashnore ata. Se dashnore fjole buht, do me leju. A pe këptone? Fjole buht. Që më ta leju atë haramin. Ose ndryshe, je duke shiku televizor, dela gjithëni vajzë lavire, zinaqare, tu dalat e tu prejk me burën e uj, e ti thu, nëre televizorit, sa jo është lavire, o zinaqare, o është rezile, që thot, ja bagja, kjo është artiste. Pse artiste? Ti glon but kjo. Si përse do më ta zbut je. Jo artiste, kjo është rezile. A nëse do me baj ban burën e vetë, mbyllë ba, nuk e ban para tjerve. A pe kuptoni? Alkoholi është ndaluar. Sot në botën arabe kanë filluar me ndru emrin. Arabisht alkoholit I thonë khamr. Khamr I thonë mbules, se ta mbulon trunin, menjë. Se të pish ma, shat ata sot e përdorin me emër
Sharbatu ruhije, pije shpirtërore, pije relaksuse. Farë të relakson ajo, ti qmet men, ti nëzekit. Po, edhe shumë gjana, e kuptut? Kamatën sot që ka thënë fajt. Sa me fajt është kamat, kredit haram është. Në vend që të jetë knaqër me ata që ka fituar halal dhe presin kohë më të mira, shumë njerëz drejtohen ka realizimi i shpejt. Kanë qef shpejt njerëzit. Edhe me kamat nashi shpejt. Ta bëj një shtëpi të mirë, një pallat të mirë, një film të mirë, një kompani, një dykera të mira, ti kam një dy villa, shpejt dojnë. Që shpejt është rrezikshëm. Duke marrë kredit vogla ose të mëdha, shpesh pa menduar për mënyrën se si do ta kthejnë. Shumica njerëzve vetëm marrin formularin dhe e plotësojnë. Pa lexuar fare se çfarë shkruan atë. E kush ta lexoj, tërat formular të madh, bile edhe ekonomisti solid që është nuk kupton tërësisht mirë të drejtat dhe obligimet që me mjeshtri janë paketuar në atë formular. Edhe që ekonomist se kështu shumë shumë, edhe thjesht marr kamat, se duhet biznes tjera. Me rëndësi është të arrihet deri te parja. Në të thosh ka tunov. Te parja, edhe kamat dhe mos mendojnë se sot përzor janë të marr. Pakica e marrin përzor. Shumica e ka një të mirë, po do na lë më të mirë me pas. E ka i ngroti një veturë, e ka një Opel, pa i do Mercedes. E ka një shtëpi një kat, po do dy kat. Dhe me për luks diçka më tepër, se rrallë dikush ka merr për smundje, Allah mos e baft, apo për i ngrati se ka asnjë kul për mikrije. Me një fjalë, me rëndësi është të arritet e parja, në çfarë mënyre të kthehen? E mendojnë me nesër. Duhet theksuar se numri më i madh i këtyre krediteve merret vetëm për të kaluar nga e mira në diçka më të mirë, siç e thash. Nga ja autosolid tek tipi më i mirë. Për merrematimin e banesës ose të shtëpisë, ndrimin e kuzhinës, mobilive, pa merr vesh. Ai shtëpi ka, po du t'ja hapë di çere me shtëpisë. Ai ka kauçet e shtëpia. Be që 3 vjet janë këto kauçet, du të me hin kamatun me marr kauçet të reja. Kuzhinën si ka 5-6 vjet të re. 5 vjet. Për ha pazari, kanë dalë këtë kuzhina të reja, dhe mu lehem kredit. Pas marrjes së kredis për shumicën e njerëzve, fillojnë mi njerë ankthet e natës. Vetëm ndjenja që do t'jetë borxhli, 3, 5, 10 ose më shumë vjet, të shumica njerëzve shkakton presion psiqik. Tek përhershëm, 5 vjet, 10 vjet, kush e lan këtë borxhin? Halajeti borxhli. Edhe frustrime, depresione, e që përsëri shkakton nervoz, pa gjumësi, sjellje jo korrekte ndaj familjes të tjerëve. Tash fillon me problem me familjen, s'ka faja as e vladi, as gruaja, vetë ka kanë tyje. Për me bë një luks më të madh dhe kin kredit. Kështu ndodh me kusht se çdo gjë shkon sipas planit. Por xhehenem të vërtet kalojnë ato persona që marrin shërbimin e fajdexhive, që veprojnë në për të gjithë qytetet më të mëdha. Që e thojnë populli Moskovsha lukun atyre që punojnë ato me fajdet. Gati për çdo ditë me dijat lajmërojnë tregime rrënqëse për njerëzit naiv që kanë marrë kredi, e që nga atëherë jeta atyre është bërë më e çmendur. Kamatat rritën për çdo ditë dhe njerëzit vazhdojnë me vite të tëra ta kthejnë, u han e marrë dhe pse e ka kthyer 10 apo 20 fish më shumë. E ka kthyer sa të kthehet kamata 20 fish. Çdo vones në radhë dënohet me rahje, kërcënime dhe forma të ndryshme të presioneve, kështu që një grup i caktuar njerëzve vendos për me hik nga shtëpia ose të bëj vetvrasje, duke krijuar kështu probleme të reja me familjen e tij. Sonë pagun, sonë krim, stres, pa gjumë, depresion, hapa, ka faj gruaja, duhet me hik mos se për me kriju të mënej, kam vrasë nëse paguaj kamatën. Tash mo largohesh pi grujës, pi shtëpisë, pi kulmit tan, vatonit tan, pi vletëve tu, duke i ndoshta më rrezikshëm hik sa hik, pa e lip, sa çdo sen po të kërkojnë pe dijet, vjen me një vendim që është më rrezikshëm vetvrasa, që gjuna jo më e madh. Minjer mas shikut, gjunoj më i madh është me mytë vetëm e vet. 20 ka raste të shumta, me 10 apo 20, që janë regjistruar për vendet e tona, vetëm në për muajin e fundit, ndëgjojnë na shumë, tregojnë me raste të shumta, duke sjellë shqetësime dhe probleme jo vetëm policëve, jo vetëm endeve shëndetësore, por edhe tërë shoqëria e shesherin. Kur kësaj shtohet edhe fakti se shumë njerëz të ndershëm
ju bën dorzan e që më vonë këta duhet plotësojnë kredin e mikut të tyre pa turp. Kjo bën shkak i ndërpres lidhjeve miqësore familjes. E ka shtin dorzan bile. Çka më e keqja? O mik, apo vjen me dëshmuar be? Apo është dorzan be? Shka më e keqja. Ajo më e keqja, le se ka marrë vetën qafë. Po qert, mikin, vllajën e grujës, o Zot, ai do të më paguaj tash. Ata e lypin. Kjo është alo me pasoja më të rënda, thjesht ynë të gjithë porët e shoqërisë njerëzore duke shkatruar nga themeli. A peshini sa e keq është kamata. Pasi që të na analizosh në mënyrë kualitative tërë dëmi që sjell kamata secili person i mençur në tërësi dhe në mënyrë logjike ka me kuptuar urtësinë e madhe pse Allah e ka ndaluar kamatën. Edhe ka bë çash rigoros. E pas ka thonë i mallkuar nga Allah, ai që merr, ai që hap, ai që dëshmon, ai që shkruan. Ni dirham kamat, sikur me pazinot 30 çashër. Ni dirham kamat, si me flit me në tonë në shtrat. Tash e merr vesh ti. Pse? Se zinoja banë u kri, fish me tyje. Po kamata, krejt ishte me gruje, me vlat, me shpi, me vatan, me stres, me kale. Oho, kjo në dynjo. A mund të ikim nga kjo mëkat? A mund me ikim nga kjo gjëna? Ka thonë Muhamedi a.s. në një hadith që transmeton Imam Muhamedi në Musned e 3 që e Burej radiallahu anhu se do të vi. Ka thonë i dërguar Allahut, do të vi koha kur nuk do të mbetët askush që nuk do ta konsumon dhe ushqehet me kamat. Ndërsa ai i cili nuk e ha kamatën, ka mos tërpik me plurin e kamatës. Sot jena dëshmitar se ka ndodhur. Nuk ka faktur pa kamatë. Që është pas ka thonë pejgamberi, dhe pse kjo hadith është pak i dobët në zinxhirin, si koncept, si kuptim, është i saktë. Nuk ka. Kërë para 1400 vetëve ka thonë. E merr vetë se pejgamberi jo që ka ditë, Allah i ka mësuar për tërë që ka më ndodhur. Kjo hadith edhe pse është i dobët, kuptimi i tij është me siguri është real dhe i saktë. Në vetë përmban një prej mrekullive të shumta të Muhamedit alayhi salam. Sepse ka thonë një gjë e cila në kunet i ka qenë e parashikueshme, ndërsa sot tërësisht është e realizuar. Shumica njerëz sot me dashje pa padashje kanë kontakt të caktuar me kamatën, që nuk mund t'i kursesh shmanges të saj. Për shembull, njëri i cili punon një punë tërësisht halal që ka të lejuar, më së shpeshti është e detyruar ta paguon ata nëpërmjet bankës, e cila kryesisht punon me kamatë. Ki ka punë halal, ama patjetër duhet nëpërmjet me çarkullu para nëpërmjet bankës e cila është kamatë. Çere ky sa ka po stërfik para. E njëjta gjë është edhe me privatët, të cilët rregullisht të ardhurat e tyre duhet me paguajt nëpërmjet bankës, e cila disponon me këto parë edhe përzihen me ato të realizuara nga kamata. Sot është nevojë domosdoshëm, patjetër, me pas gjira llogarin. Gjira llogarin private në bankën me kamat për të marrë pagesën. Të realizosh transfertin e lehtë dhe rrujtjen e të hollave, e cila depozit e të hollave detyrimisht tërheq me vetë llogaritjen e kamatës. Qoftë në hollat direkt apo në kohën e shkurtër apo kohën me gat. Patjetër ka bëha. E tash ajo, a ka alternativë? A ka rrugë dalë pikë kësaj? Çfarë duhet bën musliman në shoqërinë e cila kredin dhe kamatën e sheh si një fenomen normal? Soda, bile kur ti thosh diku na çka bosh? Patjetër ka pa kamatave. Unë do të them për veten time. Njëri kam pas familjes time, unë për me kam pas punë kështu, krizën të madhe për shtëpi, për vatan. Ende kjo. Hoxha, ti e di se patjetër kur azor me punu me kamat, shka shme keqe mund të regoj kjo në hoqë. Hoxha, a ben qaftë teme, ben lidhesh me rebe, se ty zban me një dhomë. A ju tash më bëj ke hoqë muhe. A ju më këllë të ke mu fej. Ma sa di dhe këti për me hoqë, s'kam shama të mësu. Le, resh ka mërë dhe këti kamatën qaftë teme. Të shë mëre për mu ma let vjen. Disa let, ma kështu relax, ma gjatë, ma komod, po thasha kjo është haram, o ti. A di qo e rëzikshëm? Unë e këbaj kapu me qëra me nejtë. Nuk e pranë një tjilë. Se jetë ako ku si ka metë. Ti s'mosh më konë, ma i dhimë shumë se vetja ime, ndaj vetës time. Po Allah na teston, Allah na provon. Hajt akshina të apo gudhësh, apo ban sa për një vjet, apo 2 vjet, apo 3 vjet, apo 5 vjet, apo 10 vjet, derisa të bajtë në rrugë dalje. Kështu,
të kjas, me temën. Unë më ka thëke, si a fali dakikin. Thash ti fol për vetën tonë. Fish më në e mirë. Më në e mirë se kur s'kemi nia që ka punu me kamat, u ka bërë rahat. Kurën e kurës. E tash, çfarë do të më bëjë muslimani në këtë shoqëri ku kamata dhe kredia është bërë një fenomen dukuri normal. Si të gjendemi në sfidat e kohës, jetojmë e që të rrim anash në çdo lloj forme kamatës dhe veprimtarisë me kamat. Qysh mund argumentosh? Një grup thot, kjo autori përmend, një grup si e sheh, si alternativë. Një grup mendon me hapjen e bankave me prefiks islam, e cila në hapësirën e gjarë të shërbimeve kanë një lloj forme veprimtarisë me kamat. Por ata nuk e quajnë kamat, por tepricën që e marrin nga parat e uhazuara i japin me emra të ndryshëm, duke u shmangur ta quajnë kamat. Të njëjtat banka, nëse klienti qoftë individ ose formë regjistruar, i afron një projekt tërësisht në rregull nga ana e shariatit, në të cilën për shembull banka do të ishte investitor, ndërsa klienti kryesor i punëve ose partner. E ata me njerëz përgjigjen, ata me njerëzi, me insanllëk mu përgjigj se këtë mënyrë të veprimtarisë nuk e kanë në servisin e shërbimeve, por me buzëqeshje do t'ju afrojnë kredi të cilën do t'u aktheni me përqindje të caktuar, me tepër se shuma që është afrume, e cila shpesh është më e madhe se në bankat me kamat. Por do t'ju thonë se kjo nuk është kamat, po është diçka tjetër. Është një lloj shërbimi, është një lloj diçka oferte e vogël. Principi në fakt është i njëjtë, por me nuanca të ndryshme. Kështu mendon një grup. E ka e shupa, e ka qenis. Ajo që e plak është. Përshë jo se e plak e keqe. U ka... Në ana tjetër, grupa e dytë, në anën tjetër, ekziston musliman që këshillojnë për durim. Në këtë kohë, duke mos e treguar as dëshirën më të vogël, që të lëvizin çfarë do të qoftë projekte të lejuara me shariat. Është një palë tjetër për bakë se thot, hiç, mos përdor fare. Ç'është orë? Ç'është pas ka sprovuar Allahu, ama ku ka forme të lejuara nuk e këshillon. Me të cilët do të ndihmojnë musliman në nevoja për mjetet materiale. Dhe kështu krijon mundësinë dhe mënyrën që ta zbusin nevojën reale për udhëdhënësin, minimua i cili ka nevojë për Me këtë pasivitet të tyre, ata frenojnë përparimin e muslimanëve në lemin e ekonomisë islame, duke anashkaluar kanë potencialin shumë të madh intelektual edhe material i cili është i pranishëm në umetin e muslimanëve. Se musliman kanë resurse, musliman kanë parë, jo që s'kanë. Ta dish, po nuk kanë menaxhimin e duhur si duhet. Se kanë, u avjen ja merr që të kushat parët. Pasuri dhe resurse kanë të shumta. Ajo që është mendimi më i saktë dhe më i qellur, kjo është mendimi i tretë, zgjidhja mendimin e Allahut në mes tjerash, kjo do të jetë. Cila në njërin anë duhet me përhap lajmin e ndalesës dhe dëmet që sjell kamata, do të me përhap. Mos gaboni me kamat, mo me kredit, mos u mashtro, mos të t'jugjit, mos të provoku tjerë. E në anën tjetër duhet me fol për shpërblimin e shumë të madh që i pret ata që ka japin muslimanëve. Allah zot i ki pare, e bi haktina për një zotë, ka e vladin së mund në spital, do me martu e vladin, që është domosdoshëm, domosdoshëm, ama jo, luks dhe darsëm. Thjesht, darsëm për me vesh nusën, mja bo një dhumë, një shtëpi apo një sen. Do të folë këtë aspektin e dytë, se çfarë shpërblimi dhe sevapi ka, duke dëshiruar me këtë kryesisht mirësinë, sevapi shpërblimi nga ana e Allahut madhëruar. Në një hadith thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nëse muslimani i hep 2 herë muslimanit tjetër, i llogaritet sikurse të njëjtën shumë që ja ka dhënë si lëmosh sadaka. A e dini se nëse i jep dikuna me të prit me i ke dhënë, ka sos. Por dy të pet që ta që jep a jep 5 mijëra apo 10 mijëra. 2 të nerë, sikurse mi dhon 10 mijëra sadaka ti. Ti si ke dhënë sadaka? I ke dhënë 5 mijëra për 3 muaj, ta ka kthi. A bën edhe një për një vit, që edhe 5 mijëra për një vit. Kur kthehet, edhe nuk i lipti kamat, hiç, kry punë jep. Zihet me shpërblim me sevap te Allahu si mi dhon sadaka 5 mijëra që ke dhënë. Nuk ka nevojë më marr parë se ai çesh me pasportë nuk vjen më ti lip tyje. Mos ja vështirëso, ti do të më animu atë çash në zor. Këshire, ne do të bëj porop këto vlera dhe këto hadithe që mi stimulu, po të njëjtën kohë më të rrezvetën luj për robët, për kamatës, largoju.
Po duhet me ndihmu njëri tjetrin. A di çka ka thënë pejgamberi sa më një ditë? Në ditën e Kiametit, një njerëz ka pas kur fare vape, kur va punë të mira. Edhe i thot Allahu xhallahu xha ki vape të një punë të. A ke vënë një punë të mirë më të fut në xhenet tyje, më të largu. Thot vetëm nisën e kam pas. I thosh ai vlat me të mi. O vlat. Aty që i ka dhënë shtoja afatin. Nëse i ka dhënë 6 muaj, thuj 7 muaj, 8 muaj. Nëse i ka thënë një vjet, thuj një vjet e gjys. Po ta zgati çta e di që kanë bën unë punë të mirë. Thot përdesa që qeni me sheshëm, zemër gjan, zemër bardh, me tjerë të tolerant, edhe nëna më tolerant, edhe ja fal. Po kësa ditë të vërtetë janë. Zgatja. Valla kanë pas më t'i prunë vitëri. 3 muaj zgatë sa problem. Kanë pas më t'i prunë vallaj për Ramazan. Bajramin qetër bjerë me. Kur nuk u pa i cili ja lecon njerëzve, pasha Zotin ja lecon vetës tane, shpirtit tanë. Zemrës tane e këshin lecun. Ai që ja lecon qetër ku. Përveç kësaj, se cila familje gjarë, antarë të një kolektivi apo shoqërie, janë në gjendje të formojnë edhe banka të tyre me internët vogël. E që kryesisht do të kishte për qëllim kursimin dhe depozitin e me tolla nga ana e secilit antar. Këto tolla duhet me qenë në shërbim të uhazimit, me afat shkurt, ose afat të atyre që ka nevojë. E kësi banka apo projekte të ngjashme, edhe pse modeste, munden me ndihmën e Allahut, me sjell rezultate të mëdha dhe efekte, me ndihmë reciproke, edhe është një provojë e llojit veçantë që mund me animu situatën tjerëve. Ka forma tjera, po do mund për neve. O gjo, valla rrezik me dhanë. Pse kreditja nuk ka rrezik me dhanë? Po dhe krediti, ti mërë dhe s'ti shë. Ama këtu po shpreson, se fiton. Ama fiton materiale, dynja. Ama këtu shpreson fiton e heret. Po i kam bindje thesë dhe në dynja kime shpëtu. Se valla e cili janë dimon, dhe një mikit, jaranit, kushijës, farefisit, dosit, pasha Zotin Allah nuk e haran ata. Nuk të rënë shëshoki, e ka më të rënë Allahu Gjereshanu. Nuk të rënë asaj. A i të lutë, bëma nga lutë, që ka e zemë as lutë. O Zot që ma nimoj këj, që të projekt me martu e vladin, o Zot, letësoja kejt halë që i ka. Hepi rësk, që lepë dyrët e herë gjithmonë, o Zot. Edhe ka me ndiku kjo, lutje dhe kjo, dua. Mirë po në fund, do të me qenë vedishëm, edhe për faktin që, kur do që musliman, për hirtë Allahot, largohen nga njësën ndaluar, Allah i kam ja zavendësu me diçka të mirë. Nëse nisën e lëm për hir të Allahut, s'pema kamatën vetëm se Allah ka ndaluar. Kam nevojë, Allah ka ndaluar. Ka thënë pejgamberi sallam, nuk e le dikush nisën për hir të Allahut vetëm se Allah e kompenzon me diçka më të mirë. Pasha Allah. Gjithmonë kush e kalon shoqërinë e keqe, Allah ka prunë shoqëri të mirë. Kush e kalon cigaren për hir të Allahut, Allah e ka dhënë nisën më të mirë. E kalon dikush një haram, ka një shansë me bos zina, amoralitet. Vetëm për hir të Allahut e kalon. Kush që të s'ka pengu. Vetëm frikë Allahu xhaleshanu, Allah e ka penzuar me diçka më të mirë. Kjo gjithmonë ka ndodhur. Kush e ka përjetuar mund të kallzon. Pasha Allah. E le për Allah. Allah e ti, e le kamatën. Kan motor ty të mirat ka s'kemi kujtu. Ama për Allah. Ja për çfarë sen. Vetëm për hir të Allahut xhaleshanu, nëse le ka motor të rrugdale ka s'kujton fare asnjëherë. Pra, është interesant, është ka më interesant, a e dini se të kaluarën kamata edhe nga njerëz të këqij. Arabët në të kaluarën, para se marrë Islami, interesant, kur kanë ndesh me bëndë një punë të harit, s'kan punu me punë të kamatës. Tregohet një rast për rastëve, kur kanë ndesh, ku e kanë kaplu njerë qabën, meke, vërshimet, para se marrë pejgamberi Allahut, atë e kanë qenë alë një ignorancë, e kanë pas nevojë me ndërtu, janë mbledhur këtë kurrë të Mekës ka thënë po, kena më dhënë parë, se kjo është e shenjtë, ama mos gaboni me fut këtë projekt parë, të cilët keni punuar me haram dhe me kamat. Si janë kanë musliman, ama kanë ditë se çabja është në shenjtë. Në xhami nuk i bëhet parë të kamatës, parë të haramit, parë të zinajës, parë të alkoolit, parë të rishvetit. As të jetimi, as të sada, jo, mos gaboni, se bat jo, aja nuk zem vend fare. Edhe kalumën, këshëre, që se konë musliman, këshëre për me ndresh një projekt hajrit, për shpirt, për hajrat, janë largu. E kanë ditë se kamata nuk ka se në një, nuk ka me pas bereqet. Pyetja tash parashtruhet. Përse të jetë kaq e rrezikshme kamata dhe përdorimi i saj? Ku qëndron mrekullia sociale në ndalesën e përdorimit të kamatës? Është një dietar bashkëkohor, quhet doktor Zaklul Nejan, është nga Egjipti, thotë pasuria në Islam konsiderohet diçka
me peshë dhe vlerë dhe kimet dhe vyr. Dhe kjo për shkak se ajo është mjet me të cilën vlerësohet mundi, djersa dhe dugujt. Pse pasuria ka vlerë? Se ti me mundi ke punu, me lodhje, je raskapit, s'ke flet, je munu, halal, pa hile. Edhe normal kjo mundi, edhe shpërblim dhe rezultati vlerësohet. Prandaj, ky mjet nuk mund të shtohet, nuk mund të zhvillohet vetëm në forma dhe rrugat e duhura, me qëllim që ta kryej funksionin për të cilën është vendosur, dhe me qëllim që të jetë vlerësuar i duhur për mundin, ajo duhet të mos ekspozohet vetëm ndaj faktorëve të humbës të pranueshëm. Nëse unë kam një vizore, thot, e cila herë më duket se është 25 cm, e herë 35 cm, kjo nuk mund të kryej, thot, matje të rregullt. As 25-35 duket. Ti me këta s'guzon të me marë edhe me matë sendet. Pse? Se tash të llogojt për 25 ama 35. Që ajo të jetë mjet vlerësues për pronat dhe për pjekët e dikujt, duhet të ketë vlerë të patundshme. Pasuria nuk mund të shtohet vetëm se duke rritur prodhimin dhe nuk mund të paksohet vetëm nëse i nështrohet faktorëve humbëse reale, si ose është kamata, rishfeti, korrupsioni dhe gjëra të tjera. Për këtë Islami ka ndaluar kamatën në mënyrë të prerë. Hadithet e pejgamberit flasin mbi pasojat që shkakton kush ajo kamata. Ndërsa pejgamberi Allahut e ka dhëguritur dhe ngrënë kamatës për 7 gjunaje shkatruese. Me një hadith ka thonë ijtanibu sab'u mawbiqat. Largonu, shmangnu, hekni dorë nga 7 gjunaje shkatruese. 1. Mi bash shok Allah ortak. 2. Ngrënia e kamatës. 3. Mbytja e njeriu për të drejtë. 4. Mi hamër mallin e jetimit. 5. Sihri apo magjia. 6. Me hik nga lufta. Jeni se ke bëjet në shkon luft, tash e kthen shpinën luftës. Dezertim, mashallah, edhe 7 me fol shpif ndaj gradëve të ndershme. Është ndershëm? Kush është ajo? Është livriçja ajo është. Ajo shkon me burrat tuaj, audhu billah. Këto janë 7 që bën helaç. Ndërto është përmend edhe kush? Edhe kamata. Çfarë është më interesant? Edhe ligjet, edhe popujt më herët e kanë ditë se është ndaluar kush kamata. Mirë po, edhe një shemë ka më tregu se një ngjarje thot, ja autor thot, ka më përmend historinë e një triut i cili lindi dhe u rrit me një familje ku baba i fitonte pasuri me kamat. Thot, unë kam lënë tregimin me tregu vet historinë kush, historinë djali. Thot, unë jam rritur në Luks. Dhe toja me një lagjet më të pasura në qytetet arabe. Alkooli u servitke në tryez kret normalisht. Të sofra jonë është shërbi alkooli me të madhe. Unë e disha që në të gjithë ardhurat dhe pasuria e babës arritet dhe zhvillohet me kamat. Pranë shtëpisë teme të madhe ndodhet një xhami i lagjës. Ku hoxha quhet Ibrahim mbante vajzë ders dhe predikime. Një ditë më qëlloj që ai duke majt ders isha në balkon. Mua thot më tërheqin fjalët e tij dhe më njerëz zbrita nga balkoni dhe shkova hyra në xhami. Në çastin që hyra në xhami, më duk sikur se shkëputa nga e kalura ime. Hoxha Ibrahim folte për hadithin e pejgamberit sa që ka thonë çdo trup dhe organ që ushqet dhe rrihet me haram, zjarrin e ka mas afërt. Kamat, që përdo me kamat, vetëm se ka ushi e vlet me haram. Qaj trup që ushqet e fut haram, zjarmin e meriton dhe ka ma afër. Qa dit, thot që e ndëgjova që ta dit nga hoxha, thot, qa dit nuk dojtë të imon shpithët, dhe nuk dojsha me ushimet që siguron të baba nga aktivitetet dhe zhvillimet e ti. Ndërkohë që të gjithë ulsha, që ulshin e turejës, që ishe mbujshur për plot, unë, kur ma mushin turejësin familja, unë veqojsha me një anë, dhe u shqesha me një copë buke dhe me djath. Nana gati sa nuk vdiste, kur më shinte në atë gjendja. A dhe e vlet, mos u veqo, mos bashkëto. Pas disa kohës, me mua u bashku, edhe nana ime filloj tha me falë. Më vonë, edhe motra ime filloj me pas frikë Allahun xhaleshanu. Kurse baba vazhdon të ala me të vetët. Madje i vinte i nati që une kisha kanë shkaktar, i ka ndryshu edhe nanën dhe motrën. Megjithatë, unë vazhdoja ta trajtoj me respekt babën. Edhe pse punonte me haram, nuk e hajsha, ama nuk e ofendojsha. Ndërkohë që në të gjithë në uluçmi
me lutje, me përgjërim Allahun xhaleshanu, Allah e udhëzoi babën. O Zot, udhëzoi babën tonë në rrugën drejt. Një ditë kur u zgjova në mëngjes, pashë baba e kishte ishte kthyer, i kishte thirrë të gjithë shishet alkoolit që ishin në shtëpi. Ai çante dhe na përçafonte fort duke thënë, gjithçka që e zemron Allahun ka më heq nga shtëpia ime. Me të hyrë kohë namazit e mora babën që të dy tha shkum në xhami. Ai u shkoput nga vesët e këqija, nga alkooli dhe nga kamata. Ta shtëpia ime dha të shëmbushur me ibadet, me adhurime, edhe shtëpinë kam bërë si mihrabi i xhamisë është drejtim i kiblës. Kamata është rrezikshëm. Monin men. Kur me kurës mos u mashtroni, edhe nëse keni në zor. Bani sabër. Moment është ajo. Moment që ti të ban shtyve tërsion. O Zot një përgdali. O Zot ti di që nuk e du kamatën. O Zot e kam të urejtë. Me hep një shenjë të fitoj me halal o Zot, ose me hep në indikator që unë të largona për kësaj. E nëse i sinqert, valla Allah t'ja përgdale. Allah s'ka thënë Kurana, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Ai cili ka frikë Allahun xhaleshanu, ai që e ka hatër Allahun xhaleshanu, Allah i jep rrugdale ka skujton dhe e furnizon ka se shkon menja. Ama ti du me pas frikë Allahun xhaleshanu. Kur në kurës mos me shlupe. Ama ka një na dështojme. Pa një sabër një javë, di javë edhe vin që ti budalli. Ti e ngona të hoxhën dan. E ngona të hoxhën dan, dhe kjo mashtrohet edhe s'ka rrugdale hoxhë. Po valla unë shumicë të rasës, po tham krejt, shumicë të rasëve marrin kamat për luks o vëllezër. Hoxhë nuk marrin për zor. Pak janë. Tash thot hoxhë pika e di. Çto rrjetet sociale më kanë dhënë këtë rezultat dhe këtë thonje. So jemi në rrjetet sociale, nuk kemi ditë që nuk na pashojnë pyetje 50-100 pyetje, nga më të ndryshëm. Tritmo, edhe me vite që i kemi këto rrjetet sociale, po të kallzoj shumica rasteve, shumica. Ka plashtive që mashallah për zor veset, po shumica për luks. Ai tham, am trego sinqerisht, pse çfarë zori ki? S'ka më dhe qatë shumë zoro gjama, valla be nuk rritë dhe me zastav, me 100 nish nuk e. Këshire. A cu s'pune ja? A qënë me vladin me grujen të familja e grujes, pa, të me qëtë, a më nëshme sos punë dhe një halë me ki? Pa, be sos, nuk kanë që nuk sos, ama. A shka me tha zastava këtë kohë. A një të marrë veç për shkali pa i kamat. Me ndru këtë magarin e kalt, da një magar ma fëmijën e marrë. Po se magar është, shërbim është vetura, rolin e kalit ose magarit e ka shërbim. Shumëte, e vallaj, se nuk pas ka për zor. Edhe për zor, po thamë në, dhe i zor të madhë, qash, do më zdoshëm, nuk e lejoj një gjëtir. Po ja, po so pozojmë. Vallaj, Allah të kishtë do në këdale dhe nuk të kishtë korit. Po kitë për luksën të marve. Mobilin të amaj më të mirë, shtëpinë të rregulloj pak më të mirë, makinën të ka pak më të mirë, të kam një villë, se këtë po kam villa, apo du me shkuve ka Turkia një mjerë me një bargjime, se këtë shkojnë pushim, unë e kam me si kloshar këto. Këtë që si ti dhe ma që nuk ha, nuk e në kapshme. Inshallah Allah i në azan ka hajrit. Allah i në dëshroft halalin. Na i bof të urejtur haramin. Pejgamberi kështu pa këtë dua. O Zot, na i batë të mjaftueshëm halalin, na largon nga harami. Mos na mbet të syni të harami. Haramin nuk lakmon të syni. Zemra nuk ratohet, nuk qetësohet vetëm nga halali. Allah inshallah na largon haramin nga shtëpitë tona, nga familjet tona, nga zemrat tona. Sa të mundoni maksimalisht, kur ta shesë Allah me sinqert, na jep rrugdale, na jep pasuri, po na nuk i kemi atë qëllim edhe parta nuk ka rrugdale të shëndosh. Allah ju nderoft, Allah ju shpëleft. Alhamdulillahi rabbil alamin.